kam një komunikim të drejt për drejt Erisel Zeneli, tashmë zyrtar europian në Luksemburg. Erisel, të përshëndes. Faleminderit shumë për telefonat. Është kënaqësi, po ndjem disi në siklet, ndoshta duhet të drejtohem zotit Zeneli, sepse kur flasim me zyrtar europian, të paktën në komunikimet që kam bërë, jemi gjithmonë në këtë formë, por kënaqësi vërtet që ju kam në program edhe që lexova për rastin tuaj, për shembullin tuaj, shumë frymëzues. Nëse do dhe ke dëshirë, patjetër mund ta ndajmë edhe me publikun që nga nisja e hershme drejt Italisë, nga Italia drejt zyrave të larta të Brukselit. Sa e vështirë ishte? Shumë faleminderit për sa përket drejtimin mund më thrasni thjesht Erisel. Fakti që jam zyrtar nuk do të thoj asnjë gjë, se me fjalë gjithë jemi njësoj. Për sa përket faleminderit. Për sa përket rrugtimin tim, ndodhi pak a shumë, historia ime është historia e shumë shqiptarëve. Rrugtimi im filloi në viteve pas vitit 90, kur prindit e mi, fillimisht baba im me komonet atëherë fajti drejt Italisë, edhe mbas disa vite unë dhe mamaja ime e ndoqëm. Aty përfunduam në Bologna, ku prindit fillon punën dhe unë fillova studimet, derisa mbarova edhe universitetin, edhe më në fund eksperjenca në institucionet evropiane në Luksemburg, ku po punoj aktualisht. Ishte një, po themi, terren që pak a shumë e kishe parafytyruar, e mendoje të ishte i tillë, apo ishte më surprizues, më i lehtë apo më i vështirë? Jo, kur në fakt do ta kisha menduar që do arrija në institucionet evropiane, po ju e dini si jemi ne shqiptarët, jemi pak kokë fortë dhe gjërat e vështira janë ato që na pëlqenin më shumë, kështu që e provova. Në fakt unë fillova në mënyrë shumë të thjesht me një stazh, si shumë studente e tjerë, si shumë persona të tjera, një stazh për studentët me votat më të larta, edhe mbas 7 muajsh praktike arrita që mora kontratën tim stabil me fjalë. Po që një fillim shumë i thjeshtë dhe shumë klasik. Sa vite u bë tani më? 4. 4 vjet. Dhe si është të punosh aktualisht në Luksemburg? Është një kënaqësi shumë e madhe. Në fakt e realizon ditë për ditë, e ndjen rëndësinë e punës që bën. Mezi pres ta bëj këtë punë duke reprezentuar Shqipërinë, pavarësisht se jam shumë i kënaqur që për momentin më jam i punësuar si zyrtar që reprezenton Italinë, po dëshira është natyrisht që një ditë shpresojmë në 2013-ën, e 30-ën, më falni, të reprezentoj bashkë edhe Shqipërinë me Italinë. Edhe në çfarë konsiston aktualisht puna juaj konkrete, nëse mund të ndash disa detaje? Patjetër, unë për momentin punoj në drejtorinë e personelit, ku zhvilloj politika që përkasin organizimin e institucionit dhe edhe stafit tonë. Ndërkohë, pse do të ishte ndryshe për Shqipërinë, apo më tepër me më shumë emocione, kuptohet? Lutem më përsërit pak pyetjen. Përse do të ishte ndryshe, pse do ta konsideroje ndryshe që në të ardhmen të kishe mundësinë të prezantoje Shqipërinë edhe më shumë? Shiko, unë jam shumë mirënjohës dhe e dua shumë Italinë, se është vendi që më priti, që më adoptoi, që më dha gjithë mundësiat që kam sot, por nuk mund t'i gënjejmë zemrës dhe origjinat janë shqiptare, edhe këto nuk harrohen, kështu që kjo sigurisht do ta bëjë eksperiencën time në institucionet akoma më të bukur, kur do të jetë edhe Shqipëria në Europë. Uroj që të mos kem një përgjigje burokrate, siç më vjen shpesh nga Brukseli, por nëse të pyes tani cili është opinioni për Shqipërinë atje, nuk flas për atë turistike, por zhvillimet politike, teksa të gjithë ne i kemi syt nga Europa në kuadër të integrimit, nëse mund të ndash diçka në raport me këtë?
Patjetër, përgjigjja ime nuk do jetë politike se unë nuk jam rol politik, kështu që për këtë lloj përgjigje ka persona më të mira se mua. Unë mund të vi thjesht si një termometër, edhe unë besoj se perceptimi I shteteve evropiane ka përmirësuar shumë, sidomos vitet e fundit. Nuk ka qenë gjithmonë kështu. Për shembull, historia e emigrimit e prindërve të mi, si dhe imja, nuk ka qenë gjithmonë e kollaj në Itali, se sidomos në ato viteve, në vitin e 90, nuk ishte ajo njohuria, nuk njihej sa shumë akoma Shqipëria si dhe shqiptarët. Sot në këtë ditë shqyr kjo narrativ ka ndryshuar edhe unë shoh një interes, një kuriozitet shumë më të fortë në drejtim të popullit tonë edhe të kulturës tonë. Kështu që me hapje edhe me interes. E mendon ndonjë ditë që të mund të kthehesh në Shqipëri dhe të kontribuosh në mënyrë të drejtë për drejtë këtu në qeverinë shqiptare, në institucione të ndryshme? Unë jam spostuar gjatë karrierës time shumë herë. Kam ndruar disa shtete, kam punuar në Zvicër, në Francë, tash jam në Luksemburg. Kështu që nuk ishte një gjë që nuk e konsideroj, absolutisht. Jam I hapur, por si po thonim gjatë summitit e diasporës sot, për të kontribuar vendin Shqipërisë nuk është e thënë që duhet të vim patjetër mbrapa në Shqipëri. Mund të shumë edhe nga larg, edhe mos harrojmë se prezenca jonë në shtetet evropiane është një urë, është një urë e fortë, edhe besoj se është aq e rëndësishme sa edhe kontributi në loko, lokalisht këtu në Shqipëri. Por të shohim. Jo, nuk them jo, por never say never, dakord. Ndërkohë, nuk e di nëse ke mundur pak a shumë të ndjekësh edhe punimet e summitit, është një summit që bëhet shpeshherë në fakt, për disa të ne do të jetë era e 4, dhe mos gaboj që organizohet, pra në këndvështrimin tuaj, se ju pyes juve duke qenë larg, sa larg, ndoshta edhe aq afër se ju thatë që jeni gjatë gjithë kohës në ndjekjen në vëmendje se çfarë ndodh edhe në vendin tonë, por e vlerësoni atë çka po ndodh aktualisht në Shqipëri në kuadër të samiti, është një samit që u shërben vërtet shqiptarëve në diasporë? Unë e vlerësoj shumë pozitivisht rolin e samitit diasporës, pikërisht ky që I 4. Unë vetë kam ardhur nga Luksemburgu për të ndjekur këtë samit dhe kam pasur edhe privilegjin të moderoj sot një panel ku ishte e pranishme edhe kryenegociatorja zonja Dhuka. Kjo tregon qartë rëndësinë që po I jepet diasporës në këtë fazë kyç të integrimit evropian. Unë besoj se ky samit është një sinjal shumë I fortë. Diaspora shqiptare fillon më në fund të trajtohet shumë më shumë si një partner strategjik dhe jo vetëm si një komunitet jashtë vendit ose urim remitancash. Kështu që jam shumë optimist, edhe fakti që ky summit nuk mbetet vetëm në nivel diskutimesh, por po krijon edhe urë konkrete bashkëpunimi mes institucioneve dhe diasporës. Dhe besoj se janë edhe evidente përpjekjet dhe vullneti I qeverisë aktuale në këtë drejtim. Dhe cili do të ishte mesazhi yt I fundit, qoftë për qeverinë, qoftë për qytetarët shqiptar në mbyllje? Për sa përket qeverinë, unë jam e përsërish shumë pozitiv, shoh një vullnet që s'kisha parë kurrë më parë, sidomos nga ana e ministrit e jashtëm Hoxha edhe kryeministrit Rama. Shoh një dëshirë të fortë të na lidhin edhe jo vetëm këtë, por të na organizojnë në mënyrë që më në fund të arrijnë të na shfryzojnë në thonjza me kuptimin e mirë të fjalës. Edhe si këshill mendoj vetëm që të vazhdojnë në këtë direksion. Edhe për sa përket neve, diasporës, t'japim sa më shumë mbështetje qeverisë, ministrave, edhe
një gjë shumë e rëndësishme, shpeshherë kemi atë dëshirën që t'i bëjmë gjërat shumë shpejt. Këto gjëra nuk bëhen fatkeqësisht në nata në ditë, edhe ftesa ime është të kemi pak durim, të ngelemi në dispozicion, edhe t'i suportojmë në këtë proces. Edhe mos ta japim si granted, se janë gjëra që normale kërkojnë kohë. Ersel, dhe vlerësoj shumë këtë bisedë, më pëlqen jashtëzakonisht fakti që ke një progres të dukshëm edhe një kontribut të real atje ku ndodhesh drejtim të Shqipërisë. Uroj që t'jetë kështu në vim. Të falenderoj dhe shumë suksese. Shumë falenderit nga zemra gjithë juve. Punë të mbarë. Kënaqësi. Mirë, kemi rritur në fund, unë falenderoj të gjithëve për vëmendjen tuaj që ndoqët edhe për ditën e sotme me programin Studio Live. Bashkë do të shihemi nesër, deri nesër uroj të qëndroni mirë. Përpafshim.